kështu që zonë 2 është okej, po tashti në studimet e fundit shumë po tregohet që hala ma mirë i ndihmon zemrës dhe kondicionit outbursts të shkurta, do me thonë kur ushtrojmë intensiteti shumë i nalt për kohë tepër të shkurt, do me thonë 4-5 minuta me intensitetin më të nalt në botë, e çajo mundet më bo me një herë mass weightlifting. Edhe të ndihmon shumë në ngritjen e shumë e thonë stabilitetit kardiovaskular gjatë ushtrimeve. Qashtu mundohem më bo pak më eksploziv me qëta, me qenë se janë bands, po qashtu, edhe 8, qashtu, 7, okej. Nxemja ma e mira është vetë qaj ushtrim që këna mi bo, veç me pesh më atlet, ose me bands, ose që shmi thonë, me... Litar, kanap, shiret? Jo, është fjalla, po së kam kujtojt që ta është e. Që të ne, që shmi thonë, që të ne... Shiret që shirita? Shritojnë që të ne. Po shumicën e kohës do në ki qef mu ka një nëzet për qatë ushtrim specifik që e ka banë? Po. Ishe për shamu edhe strongman që janë që qënë pesha shumë trona. Powerlifting e këta. Powerlifting e këta. Nëse bojmë bench, ata mujtë me që për shamu 300 kg gjitha. Në zemin e parë mujtë me bo me barë. Pse? E përgatit do më thonë trunën edhe muskujt në asë njëret që me di që e ka banë. Po që ashtët. Që dhe ushtrim e ka banë. Po edhe përforcimi teknikës në jetë ko. Po, se shumë njerës thojnë, për shambull, në setin e dytë, kur të fillojnë setin e dytë, thojnë që tash po mjerë ma letë, po nina ma mirë. Po. Se fitojnë një siguri e din, truni e din se qëfar veprimi ka me bo. Po. Për që ata shumë herë, unë e praktikoj që për shambull para skuatit, me bo vetë skuat. Po. Ma ndej veç e rëndan skuatin atë sa po danë. Po. Ose njëjtë me deadlift me tona ushtrimet të vajse. Nuk ka shumë nevoj, për shambull, nuk o të regu shkencëtarisht që janë qash efektive ushtrimet me, pra po thëmë me trakat elastike, që ashtu me thonë, me bands, ku e bojmë këto kështu, abden janë okej, po nuk e kanë qatë efekt, as nuk janë qash nevojshme sa vërtet e ka efektin vetë imitimi i ushtrimit, për deri sa nuk e kena për qëllim për shembull rritjen e mobilitetit, do me thonë fleksibilitetin në lëvizje, ose për deri sa se kena për qëllim na i fa rekuperimi caktum të na i lëndimit që dikush e ka. Sa interesant për mdo këtë kështë. Diagonal kështë të bje. Shumë mirë. Anyway, hajde, të ngrejmë qëtë. Masi jetu këndu dhe me thonë frimarja, kontrolimi frimarës, po edhe lodhësh edhe ma shpejt. Edhe ka po mënyra se si ushtrim janë se që kanë shtitë me thonë, ka qenë për mes duhe përdor trakën, edhe sa gjatë trakës tu kënu. Kjo e ka lidhë me një, ka thonë, unë jam parket, kur janë njësë me bërtite, kur janë njësë me foli, kur janë njësë do me thonë mindimu bashkëlejtarëve, thotë edhe unë jam ka bërtite edhe një ka lodha ma shumë. E ka lidhë një me një, bënë do me thonë kardio, edhe këna. Tu kënu, tu bërtit, tu i bëgë të sene. Ti për mirë. Forma jo konvencionale. Shumë nice. Një që shtu të kanë vrejt qëtashtë për Dua Lipën që ke këtu në Sunny Hill. Ka kënu 3 orë, nuk në alë asë një sekundë. Për dallim prej këngëtarëve tjerë, për shembull që kanë pas shumë më pak kondicione dhe vrejt a i sen, përveç që kanë kombinu me playbacka. Që ajo të regon sa e rëndësishëm, jo vetëm për sport specifik që jena të bo, po edhe për profesionet të ndryshme, po edhe për jetë, edhe për sportin e jetës është me pas shëndetin kardiovaskular në nivel. Sidomos që kjo puna qëtar sa jena na të fol, unë sem të marë frymë, unë e nali frymën deri sa ta kry fjallin. Që kjo sen të në kohën për shembull nëse ka njerë që folin shumë gjatë ditës e kanë punën që ashtu, të si shbëthu komunikimin parket me basketbolista tjerë të në kohën dushme bërtit, është halama specifike forma e ushtrimeve kardiovaskulare që dushme i bo në mënyrë që me rrit kapacitetin mushkëror ose krejt VO2 max, krejt ato që kanë rëndësi, në mënyrë që te më konë gjendje me fol, me marë frymë, me performu gjatë kohës që e ka i bën krejt qëto.